Të gjithë hani mandarina, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës dhe trurit tuaj. Për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C, këto fruta të lëngshme mbrojnë sistemin ton imunitar dhe janë një mburojë kundër të ftoftit klasik dhe kundër infeksioneve në përgjithësi. Në të njëjtën kohë, substancat që gjenden te lëvozhgat e mandarinave mund të mbeten në duart tona ndërsa i pastrojmë. Ato mbrojnë trupin kundër ashpërsisë dhe reaksioneve alergjike. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Sipas ekspertëve të mjekësisë, mandarinat, me anë të përbërësve të tyre, ofrojnë gjithashtu edhe dobi për shëndetin dhe mund të konsumohen në mënyrë të rregullt brenda normës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur temperaturat ulen, organizmi ka nevojë për më shumë vitaminë C. Mandarinat janë dy nga frutat më të mirë të agrumeve bashkë me portokallin, të cilat kanë vlera të çmuara për shëndetin tuaj. Përveç kësaj, në 100 gram mandarina ka vetëm 35 kalori, acid folik, kalium hekur, magnez, vitaminën B1, B2, B3, si dhe fibra për tretjen dhe balancimin e shëndetit. Gjithashtu ekspertët cilësojnë mandarinën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese. Ndaj, sipas Healthline, do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i rregullt i këtij fruti. Mandarinat mbështesin shëndetin tuaj të trurit. Antioksidantët që gjenden te mandarinat, të tilla si vitamina C dhe nobiletin, mund të mbrojnë trupin kundër problemeve kronike të trurit, si skizofrenia dhe Parkinsoni. Në të njëjtën kohë, ulëntimi tek minjt ka treguar se nobiletin mund të zvogëlojë simptomat e sëmundjeve të Alzheimerit, siç është për shembull humbja e kujtesës. Në të njëjtën kohë, substanca ndihmojnë në reduktimin e problemeve të lëvizjes të shkaktuara nga sëmundja e Parkinsonit. Ato mund të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Vitamina C që gjendet tek mandarinat ndihmon në prodhimin e kolagjenit, kaq i rëndësishëm, i cili zvogëlon në trupin ton edhe elementë dëmtues. Në të njëjtën kohë parandalojnë dëmet e radikaleve të lira, të cilat shkaktojnë komplikacione të lëkurës. Mandarinat kontribojnë në humbjen më të lehtë të peshës. Si të gjitha agrumet, mandarinat janë të pasura kryesisht me fibra. Konsumi i tyre i rregullt ndihmon edhe në ngopje, si rezultati të cilës mund të ndihmoni organizmin edhe në humbjen më të mirë të peshës. Gjithashtu, mandarinat kanë një substancë antioksiduese si nobiletin, e cila parandalon edhe rritjen e qelizave yndyrore. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Vitamina C dhe elementet antioksidues që gjenden te mandarinat mund të ndihmojnë në shëndetin tuaj të zemrës dhe të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Sipas ulëntimeve, vitamina C mund të ulë rrezikun e trigliceridëve dhe kolesterolit, gjë që mbron trupin nga arterioskleroza, e cila është shkaku kryesor i sulmeve në zemër. Mandarinat kanë veti të mira antiinflamatore dhe si të tilla do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Elementet antioksidues që gjenden te mandarinat parandalojnë rritjen e komplikacioneve të trupit dhe ndihmojnë edhe në reduktimin e radikaleve të lira. Mandarinat janë të lehta për t'u përfshirë në dietën tuaj. Ato mund të hahen veçmas ose thjesht i shoqëroni me diçka tjetër dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në shëndetin tuaj. Doktoresh Tamara Prusteva, nutricioniste, njoftoi se është e mundur të hani 4 mandarina në ditë. Është një frut shumë i mirë për shëndetin, rrit imunitetin, ndihmon gjithashtu në largimin e toksinave nga trupi dhe përmirëson edhe gjendjen tuaj shpirtërore. Numri mesatar i mandarinave që mund të hani në ditë është 4 kokra dhe jo më shumë se kaq. Ato mund të shtohen në forma të ndryshme, por nëse nuk konsumoni fruta të tjerë të familjes së agrumeve, mund t'i konsumoni të paktën deri në 7 kokra mandarina çdo ditë, por këto të ndara në baza të ndryshme ditore. Sipas doktoresh Jelena, numri ditor i mandarinave mund të ndryshojë edhe në varësi të frutave të tjera të cilat i konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj. Mandarinat është e rëndësishme t'i pastroni përpara se t'i konsumoni, në mënyrë që vetit e tyre ushqyese të jenë vërtet fantastike edhe për shëndetin tuaj të përgjithshëm.
Mandarinat janë fruta të pasura me vitamina dhe antioksidant shumë të dobishëm për shëndetin dhe për bukurinë. Të shijshme dhe të sezonit, mandarinat mund të cilësohen si një nga produktet më me shumë vlerë për mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Mandarinat janë një frut fantastik, i cili do të ndikojë në vlerat të shtuara të shëndetit tuaj, dhe jo vetëm. Ato janë në burime të larta të elementëve ushqyes që mbrojnë trupin, sjellin antioksidantë të fuqishëm që kundërveprojnë me radikalet e lira që ndikojnë në mospllakjen e qelizave. Për më tepër ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit. Një arsye tjetër për t'i përfshirë ato në dietën tuaj. Mandarinat si portokalli dhe varietetet e agrumeve sigurojnë pektin, një fibër e tretshme që lufton sëmundjet e papritura të urisë. Për më tepër, ato kryejnë veprime prebiotike. Pektina lehtëson edhe sulmet e papritura të urisë. Për më tepër, ajo do të kryej edhe veprime të cilat mund të mbrojnë trupin dhe ta mbajnë në formë. Kujdesuni vetëm me sasinë. Mandarinat mund të sjellin nga 40 në 70 kalori për 100 gram dhe janë një frut gjithashtu shumë i sheqerosur, i cili mund të ndikojë në çështjet tuaja imunitare. Ato do të sigurojnë edhe sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtë nga trupi i njeriut, por vlerat që do t'i ofrojnë shëndetin do ta kthejnë atë në një nga elementet më të çmuar në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Mandarinat, nëse i konsumoni gjatë dimrit, do të përmirësojnë nivelet tuaja të energjisë dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Ato sjellin minerale aleate të fuqishme për sistemin nervor, janë në një burim shumë i mirë i kaliumit dhe i magnezit, dhe sigurisht që do t'japin rezultate fantastike në këtë aspekt, duke luftuar kështu lodhjen mendore dhe fizike dhe do të rrisin edhe nivelin tuaj të energjisë. Konsumi i mandarinave në dietën tuaj sigurisht do ju bëjë të dukeni më të rinj. Mandarinat kanë veti të mira kundër plakjes. Ato janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën C, të dobishme për prodhimin e kolagjenit dhe proteine e cila është e përbërë nga lëkura, kocka, tendina, muskujt, gjithashtu edhe thojnë. Fal veprimeve të tyre edhe kundër plakjes, ato bllokojnë veprimet të dëmshme të radikaleve të lira, të cilët kundërveprojnë me stresin oksidues, përgjegjës për plakjen e indeve. Duke konsumuar mandarina në dietën tuaj, do të keni më pak toksina në trup. Mandarinat janë një produkt shumë i mirë që mbajnë larg edhe toksinat e trupit. Gjithashtu ato kanë veprime të mira detoksifikuese, sigurojnë shumë fibra të dobishme për të ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe substancave dhe mbeturinave të tjera, të cilat kaplojnë vazhdimisht edhe organizmin tuaj. Do të vini re rezultate më të mira sportive me përfshirjen e mandarinave vazhdimisht në dietën tuaj. Ato sigurojnë sheqerna që menjëherë sigurojnë energji për trupin e njeriut, sigurojnë një larmi të gjerë të elementeve ushqyes, të cilët do t'i japin rezultate fantastike në elementet e mirë të shëndetit dhe në balancimin e këtyre problemeve. Konsumi i këtij fruti në dietën tuaj sigurisht është një element i çmuar me shumë përfitime edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mandarinat sigurojnë edhe një element të mirë ushqyes për mbajtjen të trupit kundër radikaleve të lira. Konsumi i mandarinave ose dhe ushqimeve të tjera të pasura me vitaminën C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë të hekurit, rrit mjaft thithjen e këtij të fundit, gjithashtu edhe duke i ofruar shëndetit tuaj një sër elementësh ushqyes. Mandarinat, si shumë agrume të tjera, shmangin dëmtimet oksiduese brenda arterjeve, duke riparuar kështu edhe elasticitetin e enëve të gjakut, duke dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Siguroni t'i përfshini vazhdimisht mandarina në dietën tuaj. 3 deri në 7 kokra janë mëse të mjaftueshme për të rritur përfitimet dhe për të mbajtur larg komplikacione të cilat mund t'i kanosin fare lehtë të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.